Ballafaqimi i parë zyrtar Shqipëri-Kosovë në basketbol për meshkuj me teknikun e ekipit kombëtar të Shqipërisë Erkan Karaj. Profesor, një ndeshje vllazërore por zyrtare e para këtij lloji në historinë e basketbollit mes dy vendeve Shqipëri-Kosovë. Është historia dhe është emocion i veçantë për këtë histori që është. Megjithatë nuk ishte në mënyrën më të mirë që ne do të dëshironim. Gjithsesi, uroj ekipin e Kosovës, realisht bëri një lojë më të mirë se sa ne, tregoi edhe eksperiencën që lojtarët e tyre dhe ekipi i tyre ka kundrejt ne. Dëmtimi i Daniel Legnrejt në ndeshjen e parë dha ndikim sot në takimin e Kosovës? Patjetër. Legnreja është lojtari jon kryesor dhe një nga lojtarët më kualitativ edhe për vetë fakti që ai luan në kampionatin e Kosovës edhe është kapiten të ekipit Prishtinës, që është një nga ekipet më të mira në Kosovë, tregon se çfarë kualiteti ka dhe mungesa e tij patjetër që ndihet, sidomos ndaj Kosovës që ai e njeh shumë mirë dhe do na ndihmonte akoma edhe më shumë. Fitoi Kosova, por pati momente të mira dhe Shqipëria. Pati ndoshta edhe ngacmime deri për ta ngushtuar diferencën drejt barazimit, por nuk e arriti qëllimin. Në drejtën nisëm shumë dobët edhe kjo na ndikoi gjatë gjithë ndeshjes më pas. Dhe ishim gjithkohës në ndjekje, edhe thjesht gjithkohës në ndjekje, është çik e lodhshme fizikisht, por e lodhshme edhe psikologjikisht. Neve duhet ta kishim nisur më mirë, po fakti tregon që ndeshjet në shtëpi po i nisim pak më dobët, sepse ndoshta mos eksperjenca këtyre djemve të ri ose emocionet brenda në shtëpi kundrejt tifozëve që sot ishin dhe i përshëndes dhe i falenderoj shumë për mbështetjen, pavarësisht se nuk ja kthyem dot, po i bën që djemt tanë ndoshta të frenohen ose të mos dalin në lojën e tyre. Një ndeshje historike mes Shqipërisë dhe Kosovës zyrtare e tillë, e cila do të marrë nën edhe për entuziazmin, atmosferën që tifozëria shkodrane i dha. Po, e thash, këto atmosferë është shumë e mirë. Tifozët erdhën, na mbështetën, edhe pse jo në ndeshjen tonë më të mirë, ata ishin gjithkohës aty. Kështu që nuk ishte si ndodhte më mirë që ndeshja e parë ndodhte në Shkodër, ku edhe po themi është një qytet mjaft sportdashur, sidomos për basketbollin. Dëmtimi i Legnrejt patjetër që ka dhënë ndikimin e duhur. Po, thash që ai është lojtar kryesor dhe normalisht, sidomos kundër Kosovës, ai e njeh shumë mirë, lojtarët e tij që luan në të njëjtën ligë me to, do na ndihmonte shumë edhe mungesa e tij patjetër që na dëmtoi. Në çfarë objektivi është kombëtarja e Shqipërisë në këtë eliminator? Objektivi thash është një ndrim brezash dhe është një mundësi më shumë për t'i dhënë eksperiencë këtyre djemve të ri që sapo kanë aderuar në ekipin kombëtar. Profesor, faleminderit, suksese. Faleminderit.